edhe të e bo një këcim, dhe më thonë, tonin, najrë, më kërsit i gjuri, edhe në të mundu me realizu hala pjesën të qajtë, të shku me kam, dhe më thonë, kisha me vequ, të qalu, kisha me vequ qita që më kametë në kujtim, që nuk u dorzojsha deri sa dola jashtë skenës e përfundova pjesën, edhe dola jashtë skenës, edhe pas që kama veç nuk ke në regull, edhe tani u dasht me bo një operacion, me pushu që ka qenë për mu një shkputje prej baletit, një shkputje dikon 6 mujore, edhe muj me vequ që kjo që ka qenë si sfid, një farë ndërprerje që kur nuk kemi pas në ndërprerje të madhe në ashtë ana i grep aty këto, po mu mdodhi që kjo dhe po mdoke që nuk jam mon e njejta pasi që këmban, po mdoke që nuk është njejt prap. Edhe tash gjithmonë frika po është mos pelëndoj, mos po ndodhë diçka dhe gjithmonë po munona me pas kujtes edhe mos me jep maksimumin që unë e moj, po gjithmonë me ndalesa pak jo ashtu me lëshu vetën që shkam qenë pak ma herët. Të mërziti? Të mërziti situata? Po, nuk e ki din sa. Se ka njerë, adin që na, kur jemi shumë të lodhë, thojmë, të kisha me pas një pushim shkurt, ose diçka. Mirë po, kur më ndodhi kjo, keni farë... E ureja pushimin, a? E ureja pushimin shpe, sepse 6 javë ishte veç me paterica, nuk mu isha me nej, dhe më thonë veç ratë, shtri, dhe më thonë, nuk mu isha me që unë isha mësu me qenë gjithkohës lëvizje. Shkojnë punë më në gjesë, këthejnë armramje, punoj par veti, punoj me fmit e vegjël, më thonë isha mësu me qenë aktive, dhe kur më ndodhë kjo, meta veç në shpe, nuk isha qa me bo, aktiviteti unë dërprej, edhe fillova, dhe më thonë, unë shkojsha në ushtrime gradualisht. Shkojsha edhe pse fizioterapeuti më theke jo, unë fillova, është mujën e 3 e 4, veç me shku ka dale në për ushtrimet e baletit. Ka dale, plien, ushtrimet cilat ne i kemi. Fizioterapeuti bile më tha, jo, mëse vazhdo se është herë, derin 6 mujë duhet, mirë, po unë Nuk më isha me najtë veç në shpele, do isha veç me fillu punën sa ma shpejt. Po. Tani e rekuperu, por po e thu që nuk është 100% këmba që shka qenë në të kalumen. Apo ndoshta ja ke bo vetës psikike? Unë po mendoj që është anë psikike, sepse nuk është që po kam probleme. Por ana psikike po ndikon tani edhe gjatë të ushtrimeve, gjithmonë po mundona me pas kujdes edhe ato hudhjet e mdhaja, sidomos aty ku e kam lëndu kamën, nuk është që e bëja të hudhje më. Një traumë që... është një traumë që më kam bet, një ditë e provova mujta me realizu, por prap nuk është që e praktikoj prap atë lëvizje. Praktikon në të ardhmen. Po gjithsesi nuk është se ta ka ndërprejrë, po themi kështu 100% punën, ti vazhdojnë t'jesh pjesë e shukës baletit? Jo. Ka ra me pushu vetëm një 6 muaj, pasaj jam këthy gradualisht dhe tash jam pjesë e gjitha shfaqeve që realizohen baletin kombëtar të Kosovës. Edhe me fëmijët, gjithashtu? Po, dhe me fëmijët, punoj dhe me thonë që 20 vite, me fëmijët është një knatësi e madhe me punu me ta, sidomos kur shet edhe vajza që kanë shumë talent, kanë dëshirë me punu, edhe unë mundona që gjithë shka që ka marrë prej baletit, prej koreografëve cilët ne punojmë, me ja udhuru fëmijët vegjël, dhe më thonë edhe ata nga moshat 4 vjeç që janë, po edhe ato deri në 15, mundohem që të transmitoj gjitha dijen tem, t'ja udhuroj aty në vajzat cilat e meritojnë, edhe mendoj që duhet me pregadit gjenerata të reja, sepse ne vetëm jemi duke shku ka fundi i karierës, edhe ne dëshirojmë që të kemi gjenerata të reja dhe të sukseshme baletin kombëtar të Kosovës. A ka mjaftu shumë të interesuar sa i përket baletit, e sidomos po flasim tani për këtë gjinin